FB TV paraqet lajmin e fundit për Bleona Matën. E ftohta e mbrëmjes kishte rënë herët atë ditë, kur më njoftuan se redaksia kishte vendosur të më dërgonte në Kukës. Po përgatitshim për një edicion special investigativ. Dhe ndonse nuk ma than me fjalë, e kuptova qysh në zërin e krye redaktorit, se çështja ishte mjaft delikate. Kur hyra në zyrën e tij, ai vetëm më zgjati një dosje të trash prej kartoni, të mbuluar nga një pluhur i imët, sikur askush nuk kishte guxuar ta hapte për vitesh. Në kapakun e dosjes ishte shkruar një emër i vetëm, Bleona Mata. Më kaploi një ndjesi e paqartë. Emri i saj ishte një plagë kombëtare, një enigmë që kishte sfiduar vite, njerëz, institucione dhe kohën. Më shumë se një dekadë gjysmë, kërkime, dyshime e pista të thyera. Kishte mjaft premtime të pambajtura dhe në fund vetëm heshtje. Kryeredaktori më pa drejtën në sy. Ardit, një burim anonim na ka dërguar material të ri. Thot se e ka parë Bleonën. Asgjë nuk është e verifikuar. Ti do të shkosh në teren, do gërmosh çdo gur, por mbaje mend, mos jep asnjë përfundim pa prova. Njerëzit janë bezdisur mjaft me lajme boshe. Unë mbylla dosjen ngadalë dhe i thash, do ta bëj. Nuk e dija ende se çfarë paqeje të trazuar do të më sillte ky udhëtim. Burimi anonim kishte dërguar një hartë të dorës dhe një mesazh të shkurtër. Shko në grykën e shpatës, ndodhet aty, por mos shko vetëm. Gryka e shpatës ishte një nga zonat më të izoluara malore të Kukësit. Banor të pakt, rrugë të shkatëruara dhe legjenda që ndërthureshin me realitetin. Rruga që të çonte atje, dukej sikur të zhdukte nga bota moderne dhe të hidhte dekada pas në kohë. Vendosa që ta merrja me vete operatorin tim, Valonin, një djalë me përvojë në terrene të vështira. Sa më shumë i afrohemi majave të thepisura, aq më tepër tensioni rritet. Rruga bëhet gjithnjë e më ngushtë, ajri më i rëndë dhe heshtja më e çuditshme. As zogj as kafsh as njerëz, vetëm era që kalonte mes pemëve dhe krijonte një lloj fishkëllime të ftohtë. Ardit, më thuaj që e din diçka për këtë vend, tha Valoni duke qeshur me ironi. Asgjë, po thuaj se asgjë, vetëm që dikur njerëzit thoshin se ishte zona ku humnin gjurmet e atyre që kërkonin të zhdukeshin. Valoni ktheu kokën me frikë të lehtë, sikur po përpiqej ta merrte si shaka, por nuk ja dilte dot. Kur arritëm në fshatin e vogël, në hyrjet e grykës, na priti një heshtje që të ngjethte lëkurën. Dritaret e shtëpive, druri ishin të mbyllura. Asnjë njeri, asnjë gjallëri. Kjo nuk ishte normale. Na duhej dikush që të na siguronte sadopak ndonjë informacion. Pas disa trokitjesh të pafrytshme, më në fund një derë e rëndë u hap. Një burr i moshuar me mjekër të bardhë u shfaq me sy të lodhur. A jeni ju gazetar? E dija që do vinit. Zëri i tij tingëllonte sikur po fliste me veten. Përse mendoni se do vinim?
e pyeta unë. Ai na futi brenda, pa thënë as një fjalë më shumë. Dhoma e tij kishte erë druri të djegur dhe erë lagështire. Ai mori një karrige e ul ngadalë, si dikush që mban në shpinë barën e shumë sekreteve, sepse ajo vajzë, ajo që kërkoni, është parë përsëri, tha ai. Por këtu njerëzit nuk flasin. Ata kanë frikë, sepse vendi ku thuhet se është parë, nuk është vend ku shkon kushdo. Ku? E shtyva pyetjen me zë të ulët unë. Plaku u ngrit, hapi perden dhe tregoi majën e një mali të errët që dukej sikur e gëlltiste qiellin. Ja atje, te sytë e gurt, një zonë që dikur përdoher si stre. Askush nuk e di dhe nga kush. Askush nuk e di se përse. Por prej muajsh ka njerëz që thonë se kanë parë një vajzë të re, të qetë, të butë, që zbriste çdo mbrëmje për të marrë ujë. Disa thonë se është e huaj, të tjerë thonë se është diku mes nesh, por askush nuk guxon të flasë, thoshte plaku. T'ju them të drejten, ndjeja si një rrymë të ftohtë në gjoks. A është Bleona? E pyeta unë. Plaku uli sytë. Unë nuk e them dot, por sytë e mi kanë parë shumë, mbase edhe më shumë se ç'duhet. Në natën që pasoi, vendosëm të ngjiteshim drejt majës së syve të ngurtë, bashk me udhërefyesin e moshuar. Rruga ishte rrezikshme dhe shkarëse. Vendi dukej i shkret, por ndërsa ngjiteshim lart, filluan të shfaqeshin shenja që askush nuk mund t'i shpërfillte. Do thoni ju çfarë shenjave? Po ja, pam ke puzë të lagura, gjethet e prera me kujdes. Një shall i holl i hedhur mbi një shkurre, dhe më e çuditshmja, gjurmë këmbësh që shfaqeshin e zhdukeshin sikur dikush este vetëm natën. Valoni ndaloi kamerën për një moment. Ardit, kjo është e frikshme, tha ai. Kush mund të jetonte këtu kaq lart? Nuk e dija, ktheva, por dikush ka jetuar dhe dikush është ende këtu, dhe dëshmi i kemi këto gjurmë të freskëta. Në majët e Kodrës ndodhej një ndërtesë e braktisur guri. Një lloj stani antik, shumë i vjetër se çdo gjë në atë zonë. Dyert ishin pak të çara, po ashtu edhe dritaret ishin goxha të thyera, por brenda ishte pastër, shumë pastër, sikur dikush jetonte aty akoma, sikur dikush përpiqej të mos linte asnjë gjurmë, çdo gjë ishte në vend. Mu atëherë e ndëgjuam. Ndëgjuam një hije që lëvizi, jo një kafsh, por një njeri. Kush është aty? Thira unë. Asnjë përgjigje. Hija u zhduk brenda tunelit të ngushtë pas godinës. Ndjeva Valonin të më kapte krahun. Nuk duhet të hym atje. Është shumë e ngushtë, shumë e errët. Por aty mund të jetë ajo, ja ktheva unë, dhe hyra. Tuneli ishte i ftohtë, i lagësht dhe i gërryer nga vitet. Drita e telefonit nuk mjaftonte. Tingujt u zbehen dhe zëri im u kthye në jehon. A është dikush këtu? Pyeta përsëri. Hapat e mia tingëllonin si nën toka që të kishte marrë frym. Dhe pastaj një fishkëllim e lehtë si një melodi, një zë i zbehtë që vinte nga thellësia e tunelit. Melodia ishte e çuditshme, por e butë, e mbajtur sikur dikush po këndonte për veten.
Lëkura morën qeth dhe pastaj drita ime ndritshoi diçka. Pash një dorë, një figurë e ulur në një cep të tunelit me flokë të gjata, me një fytyrë të pastër, me sy që të rënqethnin shpirtin, jo nga frika, por nga një lloj butësie e pashpjegueshme. Ajo më pa për disa sekonda, nuk foli, nuk kishte frikë, sikur e njihte momentin, sikur e kishte pritur. Nuk të njohi, thash, por nëse ja ajo që mendojmë, emri yt është Bleona. Pastaj ajo ngrit dhe më dha një shenjë me dorë sikur për të më thënë, më ndiq. Kur dolëm nga tuneli në anën tjetër të malit, u gjendem në një shtek të fshehur që nuk ishte shënuar në asnjë hartë. Aty ishin të gjitha përgjigjet. Në qendër të një shpelle kishte një dhomë të vogël të rregulluar me kujdes, me rroba të palosura, me sende të mbledhura në vite, por jo sende luksit, por gjëra të thjeshta të mbajtura me shumë kujdes. Unë jam Bleona, nuk mbaj mend shumë gjëra, por mbaj mend se nuk duhet të kem frikë. Dikush do të më gjej dhe kur të vi do të flas. Faleminderit që na ndoqët.